Duar në qafë, batuta gazmore, premtime madhështore. Shqipëria dhe Greqia duket nuk i kanë pasur punët kur më mirë se kësaj radhe. Haruar qoftë Fredi Beleri, kriza në Bruxelles, zgjedhjet europarlamentare, Beleri nga burgu në Strasburg, sot do duk se jo të gjitha rrugët çojnë në Romë. Së paku jo drejt Europës kalon nga Athina. Në palatin Maksimos, selia e kryeministit grek Mitsotakis dhe Rama dhanë një spektakël të ri të cirkut politik euro-ballkanik, aq sa kryeministi grek i toleroi Ramës dhe shkeli protokollare të kodit veshjes. Të dy folën në kohën e shkuar për problemet dhe në kohën e tashme për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, pikërisht në ditën kur nga Komisioni erdhi lajmi i jashtëzakonshëm se tashmë Mali i Zi po nis hartimin e kontratës paramartesore me Bashkimin Evropian në prag të martesës së pritshme me të në vitin 2028. Unë kam qenë gjithmonë pro kësaj klime mes Shqipërisë dhe Greqisë, e cila është porta më e afërt toksore për në Europë. Me Greqinë na lidh historia, por dhe 1 milion shqiptar të dy brezave që e kanë bërë atë tashmë shtëpi të dytë. Edhe problemet e ashtu quhetura të prapambetura shpesh më duken më shumë si justifikime banale për të bllokuar miqësinë e natyrshme mes dy popujve që ndajnë gjithçka me njëri tjetrit, që nga Iliada e Aleksandri i Madh deri tek Marko Boçari dhe Bugulina. Ndajmë të njëjtin temperament, ndajmë djathtin e bardhë, peshkun e mirë dhe detin jon. Dhe çështja e detit për fat do të zgjidhet nga gjykatat dhe jo pazaret politike. Çështja e pronave nga himarët dhe deri në parka do të zgjidhet nga integrimi në BE. Çështja e pensioneve mes dy qeverive, ndërsa ligji i luftës duket tashmë si një xham i thyer në një dritare të vjetër e cila duhet zëvendësohet e gjitha, nëse afeksioni sotëm në pallatin Maksimos është i sinqert dhe jo një cirk dallaverësh që ka ndodhur gjithmonë deri tani mes Tiranës dhe Athinës. Dhe këtu për fat keq e shkuara na ruan precedent negativ. Sa herë jemi mirë ndodh diçka dhe humori prishet sërish. Njëherë del dikush dhe shtin me armë në dropull, aty ku ngrihet busti i Mitsotakisit vjetër nga qeveria e Tiranës. Pastaj një incident i evitueshëm në Himar, më pas një shqiptar në Parlamentin Evropian që përpasoi flet më keq për Shqipërinë se greku me anti-shqiptar. Pastaj pa nevojë fare futen duart në një kishë të vjetër në Himar dhe prandaj fillojnë ulërima sikur dikush po përdunon historinë e Greqisë. Njëherë shitet deti për pesas, pra pastaj ndryron gjykata kushtetuese dhe e kthen në çështje ndërkombëtare dhe më pas në fshesa e radhës. Të gjithë e dimë që kjo klim është shpesh herë artificiale dhe e fryrë. Duket se kësaj radhe e kanë kuptuar dhe ata që e kanë fryrë gjithmonë më shumë, kryezyrat politike në Athinë dhe Tiranë. Po sa do zgjat se radhe pranvera e re greko-shqiptare. Homeri thoshte mira vjet më parë, ki kujdes nga grekët kur sjellin dhurata. I referoi kalit të Trojës. Po tani që kali i Trojës nuk është më as në Tiranë, por në Bruxelles, a duhet i besojmë Iliadës apo Mitsotakis? Për këtë do të flasim sonte. Sigla.